Ulëritja për triumfin e Faton Pecit në garën për kryetar të Mitrovicës ju shpërblye Enis Osmanit me pozitën e nënkryetarit të komunës. Dënimi për vjedhje të votave rezultoi të mos ishte pengesë për Faton Pecin që Enis Osmanin ta emëroi zëvendësin e tij të parë. Gjykata e kishte shpallur Osmanin fajtor për vjedhje të votave. Ai kishte falsifikuar rezultatet në zgjedhjet e vitit 2017 në shkollën fillore Xhevat Jusufi në Mitrovicë. Për këtë, ai madje kishte pranuar fajsin dhe ishte dënuar me 1500 euro gjob. I apasionuar pas njerëzve të dënuar por që i rrinë në krah, Peci pritet që në pozitën e drejtorit komunal të punës dhe mirëqenies sociale ta emëroi Ramadan Beshirin. Ky i fundit, sipas aktgjykimit që ka siguruar Vox Kosova, ishte dënuar për drogë. Atij ishte shqiptuar 6 muaj burgim dhe 600 euro gjob për posedim të paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge. Vox Kosovës Beshiri i tha se gjithçka kishte ndodhur në kohën kur ky merrej me muzikë, por se sheh problem që tani të bëhet drejtor. Jam artist me muzikë merr, si rezultati muzikës që kum aplikun të kaluarën, ju më përgjigj për një çështje e cila ka ndodhur në videoklip, për ekspoze me kështu. Është etike që dikush i dënuar për këtë vepër penale mu emëru drejtor në komunë? Jo, as vakum kom qenë artist, si rezultat që jam artist, jam pronari atij videoklipi, unë do të përgjigj dhe ju përgjigj për unë e kom realizuar për çështje të artë. Në komunën e Mitrovicës, në udhëheqjen e Faton Pecit, përvoja penale nuk është pengesë, por kualifikim shtesë për poste publike. Dhe këtë po e aplikon personi që u largua nga Ministria e Bujqësisë në hijen e shumë aferave korruptive